Përshëndetje miq, sot është tema në lidhje me si të veproni me hënën e re në dem. Në videon e parë unë bëra se si jep efekt në hënë së bashku me planetit tek ne. Tani është ajo që të veproni me qëllim që të arrini dëshirat dhe ëndrat tuaja, për atë që të jeteni unik dhe që të gjithë e dini se përse shpirti juaj pra kërkon të di dhe se si ju të veproni, kjo ju ndihmon. Mësoni që çdo hënë ka tema dhe në këtë rast dhe demi ka temën e parave, temën e zotërineve të pronave tona, por ndërkohë edhe të vlerës tonë. Bëhet fjalë që sigurisht për parat, për pasurinë dhe për cilësinë që ne kemi, talentin që ne kemi, pra ne ndihmohemi. Ndërkohë është që të gjithë në këtë rast duke vepruar ne do të presim, pra do të jemi të vëmendshëm, pra çfarë pritet që të jemi të vëmendshëm në lidhje me paratë tona, në lidhje me pasurinë tonë, me qëllim që të jemi në ana emocionale dhe shpirtërore të qetë, pra të jemi me një fjalë ka të bëjë që ky muaj është në qendër të vëmendshëm për të gjithë ne. Tjetër që të gjithë ne dëshirojmë, të kemi bollok financiar ose në lidhje me vetbesimin në veten tonë, për të kemi më shumë vetbesim, të kemi më shumë të realizojmë atë që ne kemi dëshirë e tjera. Pra kjo është që na ndihmon në hënë, sigurisht duke qenë se është në e re, në dem është e re, do të thotë që ne që të gjithë do të hedhim farën dhe në këtë rast bëhet farën për parat tuaja, për pronat tuaja, për vlerën tuaj, pra ku jeni ju në këto. Ndërkohë, ajo që ju duhet të bëni është që të imagjinoni, pra të ëndërroni, të imagjinoni atë që ju jeni në një shtëpi, se bëhet fjalë për pronat, ju jeni në një shtëpi, pra ideale, ndjeni e lumtur me pjesëtarët tuaj të familjes, me atë që ju ëndërroni, pra imagjinoni, dëshironi. Ndërkohë është çfarë mund të prisni nga kjo hënë. Bëhet fjalë që të pyesni veten, a është jeta juaj e qëndrueshme? Dhe nëse jo, kjo hënë ju fton, atëherë çfarë duhet të ndërmerrni që ta bëni të qëndrueshme? Pra bëjni pyetje vetes. Pra kjo është veprim, kjo është që mbajni shënim këtë. Ndërkohë mesazhi i nënës është që na ndihmon ne për të arritur që të përballojmë financat. Dhe për të përballuar financat, ne duhet të dimë që ne jemi njerëz të mrekullueshëm, jemi njerëz të shkëlqyeshëm, ne jemi njerëz që një njerëzore që Perëndia na Zoti, pra i universit, çfarë doni që të prisni, këto ka më qelli, vetja jonë, ne e kemi këtë shpirt të mrekullueshëm në brendësi, është zemra jonë që na mban 24 orë dhe që ka hirin një orë, ka qëllimin dhe misionin tonë, ku ne e hapim këtë zemër dhe veprojmë me zemër të hapur, pra në këtë rast duke u lidhur, duke vepruar dhe me nënën hënë që na shëron, është që ne arrim pas sapi, se ky është qëllimi, ne nuk jemi fëmijë, ne vazhdojmë rritemi, pra energjia vazhdon. Pyetja është, a jemi ne të qëndrueshëm, apo jemi të lëkundur, a jemi ne duke ecur përpara, apo duke ndenjur akoma me çfarë ne kemi marrë nga e kaluara që na bllokon energjinë. Pra na fton që ne jemi të mrekullueshëm, jemi të shkëlqyeshëm, kemi që të gjithë vlerë dhe e kemi në zemrën tonë. Dhe kjo është bëhet fjalë që ne të hyjmë në brendësi të vetes tonë, pra në thellësi të vetes tonë, për të parë atë që ne e kemi këtë vlerë, talent, dhunti, që të gjithë e kemi, që të gjithë. Dhe në këtë rast, okay që ne duhet punojmë, se do të jetojmë, por mos shqipni, nuk e kam fjalën vetëm me atë çfarë merrni në llogarinë bankare, kam fjalën për atë që ju i keni në brendësi për të hyrë pra në brendësi të vetes, dhe në këtë rast bëhet fjalë që ju të vlerësoni veten, ju të vlerësoni dhe të tjerët, që të lini energjinë të vazhdoj të rritet, pra. Ndërkohë,
të shikoni në veten tuaj atë që ju keni vlerë, ju jeni, jo vetëm që të doni veten tuaj, sepse arrin të respektoni veten tuaj dhe kjo nuk ka të bëj as me egoizmin, as me mburrjen, as në mënyrë, kjo ka të bëj me atë që në na ndihmon ne që sa më thellë të hymë në brendësi, aq më shumë ne do të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben. Pra në lidhje me veten, çfarë kemi krijuar që na bllokon, por dhe me të tjerët, sepse ne kemi pas marrëdhënie pra karmike, shpjalët, mendimet, sjelljet, varësitë, zakonet e të tjera për të cilën na ka krijuar ne karakterin dhe ai karakter që ne jemi edhe kemi tani është si ne paraqitemi jashtë. Pra si jeni dhe në këtë rast, nëse ju shihni vetëm pra atë letrën, shumën e llogarisë, shihni vetëm atë dhe qëndroni me atë, ndërkohë që ju keni mundësi dhe është tema që ju të rrisni të ardhurat tuaja me atë që ju keni vlerë, sepse ju keni talent, ju keni dhunti dhe kjo është në fëmirin tonë. Gjithsesi unë do ta vazhdoj në vazhdim për të cilën varet se kur ju veproni me nënën, ju do të rriteni dhe do të ecni rrjedhën e ritmit të nënës natyrë, pra si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne, por çdo gjë, edhe në qelë dhe në tokë, çdo gjë është në lëvizje, është energji dhe energjia në këtë rast drejtohet nga universi. Ne jemi pjesë e këtij universit, ne jemi universi dhe puna është, a jemi duke vepruar ne me atë vlerën tonë, apo jemi duke parë vlerën këtë të tjerët, apo duke vënë gishtin këtë të tjerët dhe nuk shohim ato ku janë gjërat që ne nuk i arrim veci. Pra ku besojmë ne? A jemi në dy këmbët tona, a jemi në vetbesimin tonë? Pra nëna me të vërtetë na ndihmon ne dhe kërkon që ne të pyesim veten, pra çfarë jemi, çfarë kemi ne në vetveten tonë, kush është vlera jonë dhe çfarë ne mund të jemi të aftë të bëjmë në këtë botë. Tjetër, veprimi është që të gjithë ne meditojmë, meditimet janë nga forma të ndryshme, na bëjnë që ne të hyjmë në thellësi, pra në qetësi, në paqen tonë, dhe në këtë rast bëhet fjalë që para se të meditoni, mënyrat janë nga më të ndryshme, pra meditim në qetësi për të qetësuar mendjen tuaj, meditar, dalje në natyrë, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini, nëse ndiqni videot në lidhje me rritjen tuaj shpirtërore dhe sidomos në këtë kanal, sigurisht që ju do të arrini të jeni të sigurt për këtë, ju jeni të mrekullueshëm, por unë nuk ju ndryshoj, jeni ju që unë nuk prek lirin, unë jap mençurinë si unë u shërova, të shëroheni dhe ju, dhe është e drejta juaj të ndiqni atë që ju rezervoni, kjo është e drejta juaj. Askush nuk ju prek lirin, vetëm një gjë të dini, duajeni veten, këtë kërkon nëna, duajeni veten që të duan dhe të tjerët. Respektoni veten që t'ju respektojnë dhe të tjerët. Dhe duke arritur këto, ju arrini në vetbesimin tuaj, në vlerën tuaj. Ndërkohë është që bëni këtë mantër, pra unë besoj në veten time dhe në atë që kam për t'i afruar botës. Mbajni shënim. Pra kjo është që kërkon në anë, kjo është që të veproni. Unë besoj në veten time dhe në atë që kam për t'i afruar botës. Çfarë energjie që është. Dhe duke vazhduar, duke ndjekur shpirtin tuaj ju këtë energji të rriqni. Tjetër, duke qenë se ka të bëjë me parat, ka të bëjë me pronën, unë ju ftoj, bëni një shumë në një ditar, bëni një shumë që ju dëshironi të arrini, pra që dëshironi të merrni, dhe lëreni diku, dhe ndërkohë duke vepruar për atë që jeni, sipas asaj që ju jeni në rritjen e energjisë tuaj, është edhe asgjë në këtë kohë, në këtë tokë, është çdo gjë, është magji. Kur ju besoni në magji dhe ju e të rriqni magjinë, tjetër gjërat që duhet të bëni është sigurisht për të qenë në atë tone që ne të jemi në paqe, në lidhje me financat, në lidhje me pasurinë tonë, pra të kemi një lloj pra të jemi në balancë, ne duhet shlyejmë të gjitha detyrimet që kemi, faturat, apo detyrime në lidhje, pra me pronat, me çfarë ju keni, me qëllim që të mos shqetësoheni, pra nafton ne që të jemi të kujdesshëm në lidhje me financat tona, sepse ka të bëjë me pronën, me parat. Po kështu në lidhje çfarë jemi ne në gjendje që ne të bëjmë në këtë, vetë ne që të bëjmë në
pra të afrojmë botës dhe kjo në ndihmon, pra në ndihmon edhe në të ardhurat tona, ndoshta për të bërë atë që ne kemi talent dhe ta afrojmë në këtë botë, nuk ka rëndësi në biznesin tuaj apo me një punë të re apo për të tjerët, po të jeni parasysh të bëni atë që të tjerët ju respektojnë vlerën që ju keni, për atë që ju je, vlerën tuaj, jo kohën, po vlerën për atë që ju keni vlerë që do të afroni, sepse është talenti, është dhuntia, është misioni që jemi të lidhur dhe të ardhur në këtë tokë për të jetuar jetën dhe ta jetojmë me atë. Kush na kënaq këtë zemër të mrekullueshme. Gjithsesi, tjetër duke qenë se ka të bëjë me trupin ton, ne duhet të lidhemi me trupin ton, të bëjmë masazh trupit ton, të lëvizim me trupin ton, të jemi gjithmonë në lëvizje, në aktivitet me qëllim që energjia të mos bllokohet. Pra, kjo është të krijoni masazh, të bëni masazh qafës tuaj, muskujt, me prekja apo edhe në vendet për të cilët ka me pagesa e të tjera që punojnë me energjinë e tjera. Gjithsesi ju duhet pra të lëvizni, të krijoni trupit tuaj, muskujt tuaj që të jenë, të lëvizin vazhdimisht, lëvizje dalja në natyrë, ndoshta dhe yoga, nëse nuk keni para, ka YouTube-i falas, disa ushtrime, 3-4 ushtrime, është një mrekulli edhe kjo ju bëhet praktik, pra të veproni dhe kjo ju ndihmon që energjia të jetë gjithmonë në rritje. Do të përdorni 3 afirmime edhe tuajat, por unë në këtë rast po flas që po ju ndihmoj dhe në këtë rast bëhet fjalë që ta përdorni në mëngjes dhe çdo mbrëmje duke përdorur këto gjithë muajin derisa të vi ëna e re në binjak në të ardhmen, por të kuptoni mbas një muaji do të vi ëna e re në binjak, por tani është që këto 3 afirmime. Unë jam i shëndetshëm, unë jam i vlefshëm, unë jam i pasur, unë jam i mençur. Universi, unë e falenderoj Universin, Zotin e plot fuqishëm, që më ka siguruar të gjitha nevojat e mia. Unë jam i vlefshëm, unë jam unik dhe këto me këtë energji të mrekullueshme çdo mëngjes, sepse jeni. Ju jeni të mrekullueshëm, ju jeni fantastik, ju jeni të shkëlqyer, ju jeni mrekullia jetës, sepse jeni dhe le ta jetojmë jetën se jeta është e shkurtër. Gjithsesi, energjia e këtij, pra e këtij energjia e kësaj demit është numri 2 dhe ju e dini që demi është numri 2, sepse është dashi i pari që e kaluam para një muaji, 29 mars, dhe data 29 është bekim, është në vetvete numri 11, por është dhe dasha 27 është numri 9, që do të thotë që jo vetëm që ne jemi lidhur me veten tonë, por tani ne jemi duke arritur në vlerën tonë për atë se çfarë ne kemi vlerë dhe në këtë rast, prandaj na ndihmon për atë që ne kemi vlerë ta japim pra ta shfaqim në botë dhe kjo na ndihmon dhe në rritjen e të ardhurave edhe. Pra jemi të lidhur, jo vetëm nga ana shpirtërore, por jemi dhe të lirë për të arritur atë që duke dhënë kontribut në këtë botë edhe të rrisim të ardhurat tona financiare, parat e tjera, pra sepse në fund të fundit paraja është energji dhe kështu vepron universi. Tjetër është duke qenë numri 2, na kërkon që ne të duam veten tonë. Pra të lidhemi me veten tonë, dhe kjo është edhe ëna që na kërkon. Sa më shumë ne të arrijmë në dashurinë e vetes tonë, sa më shumë ne të besojmë në veten tonë, dhe bëhet fjalë që ju të mos e shikoni vlerën tek të tjerët, pra atë që ju doni të bëni, nëse ju shikoni vlerën tek të tjerët dhe doni të bëni si të tjerët, ju kurrë nuk do të arrini. Prandaj për të arrini atë që dëshironi ndroni. Prandaj në anën naftoni që ne të hyjmë më në thellësi, pra të duam veten tonë, të jemi në vetë besim, në vetë konfidencë, dhe për të arritur këtë ne do të hyjmë në brendësi, në brendësinë e vetes tonë, pra duke qetësuar mendjen, duke hyrë në brendësi, duke ndjekur këtë trup të
mrekullueshëm, ne lidhemi me udhëzuesit e brendshëm, që i quani angjël, mjeshtra, kryengjël, që do të vazhdoj dhe vazhdim se si të veproni, dhe në këtë rast është që ju lidheni me energjinë femërore dhe nuk ka rëndësi mashkull femër, por është ajo që ne do të zbulojmë që ne kemi vlerën tonë dhe këtu është dashuria e vërtet, si dikur kur ishim që ardhëm në këtë tokë të mishëruar fëmijë dhe pastaj ne filluam krijuam egon në bazë të shoqërisë për të cilën gjeneraca ime e shekullit 20 ne kemi lëndime, sepse ashtu ishte niveli i ullët i ndërgjegjësimit, por tani ne kemi hyrë në një epokë të re që niveli i ndërgjegjësimit është që ne po ndërgjegjësohemi dhe në këtë rast po bëhemi akoma më shumë duke u lidhur me veten tonë. Pra, kjo është që ju jeni duke dëgjuar këtë video. Gjithsesi, po kështu, në këtë, këtu jemi duke u shëruar, duke krijuar atë që ne dëshirojmë. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që shakra në dimensionin e tretë, për të cilën dimensioni i tretë është si ishim ne, pra, ose që është një pjesë e njerëzimit që akoma flen gjuhën dhe qëndrojmë me impulset e egos, ndërsa ne jemi lidhur pra me veten tonë, ne kërkojmë të dëgjojmë shpirtin, ne ndjekim shpirtin, ne ndjekim udhëzuesit e shpirtit. Pra jemi duke bërë një punë që për atë që ne dëshirojmë të arrijmë, shërim apo rritje shpirtërore apo transformimi juaj apo ndriçimi juaj, që të gjithë jeni unik. Gjithsesi është që ju do të imagjinoni ka të bëjë me shakrën rrënjë, dhe shakra rrënjë pra në dy këmbët tona ka të bëjë me këtë që imagjinojeni dritë të kuqe, pra kur meditoni, apo shkoni në rrënjët e një peme, sepse janë rrënjët e pemës dhe imagjinoj veten që e lidhur në rrënjët e pemës, po 300 ty, këmbët tuaja e 300 dhe lidheni me këtë, dhe në këtë rast imagjinojeni pra dritë të kuqe për të cilën ju zbut frikën tuaj. Pse? Sepse në këtë shakër, pra shakrën rrënjë është që ne si qenie njerëzore kemi dhe mbajmë në veten tonë frikën. Frika është biologjikisht e krijuar, por jo frika e kontrollit të jetës, sepse kjo nuk është ajo që ka krijuar Zoti, kjo është ajo që kemi krijuar ne si që njerëzore, dhe prandaj bëhet fjalë që ne do të hyjmë, pra të forcojmë shakrën rrënjë që ruan frikën, ruan sigurinë, ruan dhe mbijetesën. Dhe duke imagjinuar pra dritën e kuqe në veten tonë, pra në zorët tuaja të dritën e kuqe, ju nuk bëni gjë tjetër veç se krijoni, lironi, pra rriteni, krijoni vetbesimin tuaj, lironi energjinë në këtë shakër. Dhe kur kjo energji është e liruar, gjërat vinë letas për ju dhe ju e ndjeni që apasapi, edhe pse procesi ka herulje, ngritje, të dini një gjë, energjia po punon, dhe kur ju nuk ndjeni mirë do të thotë aty ka pengesa, po përsëri ju, sepse trupi fizik do kohë që të marrë këto kodime të dritës, se kemi qenë blozë, kemi qenë errësirë. Pra në kuptimin që ju po merrni këto mësime që shpreh Diana dhe ju veproni, dhe kjo është që ju rriteni. Tani shakra në dimensionin e 5, pra është po përsëri shakra rrënjë, por tani e ndriçuar në ngjyrën e platinit, pra të metalit platin, që do të thotë ngjyrë gri në të bardhë, por me shkëlqim. Pra nuk mund të them as si quhet silver, si quhet pra silver në Shqip, as e arit, po është tamam platin, që do të thotë është me të vërtet ky gur është 95% që nuk ka përzierje me të tjera, është vetë. Pra dhe ne në këtë rast jemi në dy këmbët tona me shakrën rrënjë, që do të thotë jemi vetja jonë, pra është ju ndjeni të gëzuar, ju ndjeni të lumturuar, ju ndjeni bëni veprime si një fëmijë, ju luani me fëmijët tuaj, një lloj si një fëmijë. Pra kjo ju bën që është që keni të liruar fëmijërinë tuaj, pra shakra rënd, dhe kjo është që ju bën ju që ju të krijoni. Gjithsesi kjo ndjenjë që ju ndjeni është me të vërtetë që ju frymëzon ju që të bëni atë që shpirti, zemra juaj ndjen për të bërë. Dhe në këtë rast është që kur ju kërkoni që të rrisni pra aftësitë tuaj shpirtërore, imagjinojeni veten tuaj në ngjyrën e platinit, pra në një gri,
si temën ty, është një ngjyrë grinë të bardhë, po që shkëlqen. Nuk e di nëse e keni vënë re diellin, nëse keni të hapur syrin, ose pra që e ndjeni që jeni të hapur dhe e shqipni diellin, ju jo vetëm që rreth i qark diellit do të shqipni rrathët, sepse kështu është që lëviz energjia, por ndërkohë edhe ngjyrën e kurorës, pra në ngjyrën vjollc, por rrethin e rrezës së diellit ju do ta shqipni, pra dielli vetë gjatë është i bardhë, por anash ka atë rreth si floriri, po jo ngjyrë floriri, pra grinë të bardhë, po që shkëlqen. Kështu imagjinojeni, pra shakrën tuaj të rënjë, dhe kjo është që kur ju e keni të hapur këtë dhe që e ndjeni, pra i keni sidomos keni liruar fëmirin tuaj, ju jeni gati, doni të bëni gjërat ashtu si dikur fëmijë, dhe është talenti juaj, është dhuntia juaj, kjo ju bën që ju të filloni ta përdorni intuitën tuaj edhe talentin tuaj në botë, si Diana në këtë rast që është talenti im të komunikoj, sepse kjo ka qenë që fëmijë, unë kam qenë që u di që fëmijët në kohën e fëmirisë time, pra i drejtoja kudo, edhe në këtë rast është sigurisht që unë jam shërues shpirtëror, se kam qenë shërues i plagosur, dhe tani jam e lidhur me Universin e Bollçëm për një shërues në shërbim të planetinor të universit të Zotit të Madh, dhe jam aq krenare e bekoj këtë rrugë dhe me të vërtet jetoj çdo ditë me këtë bekim, duke vazhduar lidhje hyjnore, sepse kam zgjedhur veten time, dua Dianën, dhe kur dua Dianën, dua me të vërtetë respektoj Dianën dhe respektoj përreth dhe akoma më gjerë se jam e hapur në univers. Gjithsesi, kjo është kur ju jeni në shakrën, pra rënjë me ngjyrën mrekullisë platini, sepse është me të vërtetë një metal i çmuar, dhe në këtë rast ai është nuk gjendet, nuk është i përhapur si pra floriri apo silver, pra argjendi si quhet e tjera, pra kjo ngjyra pak a shumë. Gjithsesi, tjetër është që të gjithë ne kërkojmë ndihmë, dhe sigurisht ne nuk kemi vetëm, ne kemi angjëjt, kryeangjëjt, perëndeshat e tjera, sepse është mençuria e kohëve të mrekullueshme që Apasapi dhe Tokamam ka arritur në lullëzim, dhe tani në këtë shekull Tokamam është një cikël të ri të fillimit të saj, pra është një cikël të ri, po kështu edhe ne jetojmë në këtë tokë dhe ne jemi si që njerëzore në një zhvillim më të lartë të ndërgjegjësimit, duke hapur zemrën, por në këtë rast ju jeni të ndërgjegjësuar, por ju ndjeni që diçka nuk shkon me ju, dhe ju do të kërkoni ndihmë, duke qenë se jemi në anën e re në Dem, është kryengjëlli, të gjithë kryengjëllit na ndihmojnë, por në këtë rast, sepse ne jemi të lidhur me të gjitha temat e hënave, por në këtë rast bëhet fjalë për hënën e re në Dem, dhe është kryengjëlli Kamuel. Na ndihmon që ne të krijojmë një miqësi të mirë, marrëdhënie të mirë, punë të mirë, pra me qëllim që të arrim ato që ne dëshirojmë. Dizni një qëri dhe do ta përdorni gjithë muajin, dilni në balkon në mbrëmje, ndizni qëri, se kjo ka qenë praktika ime dhe vazhdoj shoh qiellin, bëj lutjet e mia, bëj çfarë kam kërkuar me kryeangjëjt, sipas nënave reja dhe të plota, sepse unë i jap këto në për video, dhe nëse ju i ndiqni Apasapi, të jeni të sigurt që jo me detyrim e bën mendja, thjesht me kënaqësi që do të arrish në vetbesimin tënd, do të arrish në vlerën tënd, do të arrish të japësh marrëdhënies një mrekulli, por në fillim në veten tonë. Pra kjo është ajo që na fton në anë dhe që na shëron. Dhe në këtë rast i dashur kryengjëll Kamuel, ju lutem, më ndihmoni që këtë muaj të gjej rrugën time në udhëzimet, me këshillat e tua të arri në potencialin tim të lartë në të gjitha fushat e jetës. Faleminderit. Pra këtë herët në mëngjes apo edhe në mbrëmje, lidhuni, ndash në meditim, ndash dil në natyrë dhe thuaje këtë, ta kesh në kokë, pra si që thash unë. Gjithsesi, po kështu të thrisni perëndeshën Abudantia. Perëndesha Abudantia është një zonjë mrekullueshme, pra ka një grua e mrekullueshme, ka një brirë
pra ka një brirë në veten e vet, dhe në këtë rast ka të bëjë me bollokun hyjnor, me prosperitetin ton, dhe është që me këtë pamje që ka ajo shkëlqen, pra jep dashuri, jep mirësi, jep mençuri, jep me të vërtet bujari tek ne, dhe në emri saj vetiu abudantia ka të bëjë me bollokun, pra me bollokun, dhe në këtë rast na ndihmon edhe në lidhje me parat apo me pronat tona. Gjithsesi, të kuptoni një gjë, kjo perëndesh është me të vërtetë që pra përfaqëson bollokun hyjnor, që do të thotë bolloku shpirtëror dhe shënim. Bolloku mos e mendoni vetëm nga ana e botës së materjes. Është e vërtetë që kjo na ndihmon, por në bollokun hyjnor shpirtëror, që do të thotë që gjithçka që ne na nevojitet do dhe tash e kemi, gjithçka ekziston në këtë univers të bollshëm. Pra është çdo gjë është tash, e kemi në veten tonë, e kemi çdo gjë, e kemi në këtë zemër atë që ne duam. Le ta hapim, sepse është misioni dhe drejtimi i zemrës tonë. Le të lirojmë energjinë, se e kemi vlerën, e kemi në trupin tonë, e kemi në zorët e barkut, e kemi atë që kemi pasur dëshirë kur kemi qenë fëmijë. Kemi gjithçka që ne duam, e kemi në këtë univers të bollshëm. Çdo gjë është për mua, për ju. Por këshill, mbajini shënim. Nuk është ajo, si e mendoni bollokun, nuk është ajo që ju keni, por është ajo që si mendoni për atë që keni. Pra unë po marr këtë se kam këtu këtë vazon. Si mendon ti për këtë vazon që ke? Pra në kuptimin e asaj që ne kemi gjithçka, por shpesh ne nuk jemi të kënaqur, dhe kjo na bën ne, pra ndaj shënim, bolloku ka të bëjë me të jesh i kënaqur me atë që ke. Dhe sigurisht jemi dhe të hapur për atë, pra mbajni shënim. Tjetër, ligji universit ka të bëjë me ligjin dridhjet tona, vibrimet tona, si ndjehemi ne për atë që ne dëshirojmë, për atë që ne kemi vlerë dhe për atë që ne duam të shfaqim në këtë botë, në këtë fundit jeta është këtu. Pra të kuptoni një gjë, universi drejton energjinë dhe çdo gjë lëviz, dhe energjia lëviz në rrethore. Pra si që tregova shembullin me kur shihni diellin, që i shihni rratët me ngjyra, ose fushën me gjitha ngjyrat, ndoshta të verdhë që e lidhur me diellin, ndoshta ngjyrë vjollë që e lidhur me universin. Kur jeni në veten tuaj të lartë dhe kur hijet e syrit të mendjes janë të pastruar, pra ju jeni në ndriçim, ju keni një mendje me të vërtetë, jeni të qartësuar, jeni kuptoni, qartësoni, stabilizojeni, pra dini se ku të ndiqni atë që ju keni vlerë. Pra dhe në këtë rast duke ndjerë intuitën tuaj, duke ndjerë gjithçka, sepse ne ndihmojmë. Gjithçka që ka të bëjë me këtë është që pra lëviz dhe fjalët tona, dhe mendimet tona, dhe zakonet tona, edhe varësitë tona, situata, ngjarjet tona janë energji. Pra kur them rrethore, do të thotë që në qoftë se ne do të rrimë energji të ulta, ne ato do t'i tërheqim. Pra në qoftë se keni probleme kudo në çdo aspekt të jetës dhe qëndrojnë, vazhdojnë ashtu, pra janë që ju keni ngecur. Pra keni ngecur në këto energji, por që të rrisni energjinë, pra me dridhjet tuaja, filloni dëgjoni muzikë shpirtërore, filloni, po kur them të tingujve të universit, dhe keni muzikë në YouTube, unë po ashtu kam bërë, por gjithsesi tjetër të meditoni, tjetër të lidheni me natyrën, sepse në fund të fundit të lëvizni trupin tuaj, sepse në fund të fundit frymëmarrja e çdo gjë, pra në një fjalë higjienën e shpirtit, që duhet çdo ditë të lidheni me veten tuaj dhe ta vazhdoni këtë, sepse shpirti jon jeton. Shpirti, pra kështu punon universi, energjia lëviz, energjia nuk bllokohet. Në qoftë se ne e bllokojmë, ne rrim, pra nuk arrim atë që dëshirojmë dhe jemi të shqetësuar, apo të sëmur, apo çfarë do lloj problemi që keni. Prandaj kjo që kërkohet që ju të është ligji i vibrimeve, duke qenë se jemi dhe në kohën e pranverës, lidhuni me natyrën, sepse është
shëruesi, për atë që ju keni, sidomos ju që jeni të sëmur, ju duhet të lidheni me natyrën dhe kush është rëndësia, unë kam bërë aq shumë video për gjithçka, si të hapni zemrën, si të lidheni me shpirtin tuaj, me udhëzuesit e brendshëm e të tjera. Bëni pyetje nëse keni paqartësi, shkruani çfarë kërkoni, pra çfarë kërkoni në veten tuaj, shkruaj në kanalin tim. Ju do të merrni përgjigje dhe unë do t'ju drejtoj se çfarë ju të ndiqni, një gjë të dini, çfarë do lloj që të kërkoni ndihmë, kudo që të kërkoni, sepse ju ndihmojeni. Por kur mos harroni se jeni ju që do të veproni, pra dhe nëse Diana ju ndihmon, ndoshta nuk jam direkt, po jam me video kështu, të jeni të sigurt që kur ju rezoloni dhe ju i ndiqni këto, edhe nëse nuk i kuptoni për momentin, por i ndiqni pas hapi, ju garantoj që ju do të rriteni. Pra ju do të rriteni sepse në fund të fundit do të rrisni vetbesimin tuaj. Tjetër, rrezja qiellore ka ngjyrën blu, si qielli, pra imagjinojeni këtë rreze me ngjyrë blu, por kjo rreze është që drejtohet shënim, jo të gjithë mund të arrijmë, që të gjithë jemi të zgjedhur, por jo të gjithë ndjekim rrugën shpirtërore, sepse rrezja diellore ka qiellore, më falni, po dhe diellore, sepse kur lidhemi me diellin jemi lidhur me qiellin, dielli ka bëjë me mendjen tonë, sepse ne veprojmë në këtë tokë, pra çfarë jemi duke vepruar? A jemi duke parë vlerën këtë të tjerët, apo po veprojmë me shpirtin tonë, me atë talentin, me atë që zemra jonë të rret. Pra ka të bëjë që kjo udhëheqet nga mjeshtri Joshua përfaqëson, ndryshe e quani edhe Krishti, pra në këtë rast Jezu Krishti, pra Krishti kozmik, gjithsesi nuk është vetëm, ky drejtohet nga Zoti, frekuencat e larta, Zoti Maitreya, për të cilën kohën në gjuhën sankrite, pra të kohëve të lashta, ka të bëjë me atë që quhet vetë emri Maitri, ka të bëjë mirësi, dashuri, bujari, pra jep ndërkohë edhe atë miqësinë, pra na lidh duke na ndihmuar ne si klasë e pa privilegjuar, ne që kemi nevojë, pra njerëzit e thjesht, që të lidhemi me burimin, me urtësinë tonë të brendshme, pra të lidhemi me qëllim që të lirojmë të gjitha gjërat që ne na bllokojnë, dhe në këtë rast të kuptoni që çdo gjë kur ne arrijmë në nivelin tonë të lartë dhe jemi të lidhur me shpirtin tonë, pra që të gjithë jemi shpirtëror, që të gjithë. Pra ne kemi shpirtin që të gjithë, por që të arrijmë në shpirtëror, pra të lidhemi, ne duhet të shërbejmë me dashuri pa kushte, pra thjesht me dashuri, duke investuar energjinë tonë, por në fillim Zoti do që ne të lidhemi me veten tonë, dhe kur ne arrijmë dashurinë në veten tonë, dhe kjo këtë kërkon, kur arrijmë në vetbesimin tonë, në dy këmbët tona, ne jemi në gjendje që të ndihmojmë në këtë, pra të investojmë energjinë tonë për atë që ne jemi të aftë të bëjmë dhe që besojmë dhe që është talenti jonë, është dhuntia jonë. Pra imagjinojeni nëse ju kërkoni të rriteni, pra të lidheni me frekuencat e larta dhe të shërbeni, pra me shpirtin tuaj Zotit të madh, pra me dëmshuri, me dashuri, pa kushte, pra për lirin, për barazin, për vëllazërin me të gjithë, për të shkuar me të gjithë, pra ashtu si krijesa na ka krijuar, atëre ju do të imagjinoni këtë ngjyrë blu. Unë për veten time, unë gjithmonë e kam, sigurisht që unë meditoj me muzikë edhe mbaj ditar, por shumë në natyrë, në rrënjët e pemës, unë shoh qiellin çdo mëngjes, po kështu në mbrëmje në balkon, gjatë natës shoh pyet, këtë e vazhdoj këtë ritual, e kam timin dhe jam e lidhur me mrekullitë e plot fuqisë ynore, me angjëjt mjeshtrat, kryeangjëjt, çfarë doni ta quani, që i shërbejnë universit të bollshëm, i shërbejnë Zotit të madh, pra në inteligjencën, jo në botën e materjes, thjesht duke i shërbyer për të ndriçuar dritën e dashurisë, të dëmshurisë, të mirësisë, të falënderimit për çdo gjë që ekziston në këtë univers të bollshëm, pra nga bota shpirtërore dhe jo nga përfitimet e materjes. Gjithsesi ne jetojmë në këtë botë për të cilën akoma realiteti jonë është ndarë në dy,
Pra në dy realitete, në njërin krah bota vazhdojnë njerëzit e përdorin inteligjencën, duke vazhduar, duke ushqyer egon, duke ushqyer botën e materjes, botën kapitaliste, dhe kjo është që ka kriza nga më të ndryshme dhe këtë po e krijojmë vetë ne si që njerëzore, po kthehemi sklever të ato gjëra që ne kemi përdorur, dhe mos ju vi çudi që po ndodhin kriza nga më të ndryshme, qoftë dhe nga nëna natyrë, por nëna natyrë ka krijuar aq gjëra të mrekullueshme, pra qielli toka që janë në bashkëpunim, sepse i ka krijuar krijesa me perfeksionizëm, çdo gjë ekziston në këtë mrekulli. Tani është pyetja dhe duke vepruar ju do të arrini në fuqinë tuaj, në potencialin tuaj, duke u ndihmuar nga këto mrekulli mësime të mençurisë universit, të Zotit të plot fuqishëm, që hapasapi njerëzit e mençur shpirtëror kanë dhënë një kontribut të mrekullueshëm dhe sot po i kthehen, pra është ajo që shkenca që ka arritur po e kupton që ka dhe një botë tjetër, dhe sigurisht është bota që ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën. Ne jemi të lidhur me këtë trup multidimensionar, me mendjen tonë që është energjia maskullore dhe me energjinë femërore që është shpirti jonë, zemra jonë, për të cilën duke i lidhur në harmoni, ashtu si vepron qielli me tokën pra çdo planet lëviz rreth sistemit diellor, pra të galaksisë tonë, ku ne arrim dhe jemi në një energji me këtë univers të bollshëm, jeta jonë është e lirë, është në paqen e brendshme, është pa stres, është e dëmshur, është e dashur dhe ne japim kontribut dritë pa patur nevojën e përfitimit, por ne ndihmojmë njëri tjetrin, ne mësojmë nga njëri tjetri, ne krijojmë nga njëri tjetri, dhe kjo është që ne zhvillohemi dhe jetojmë jetën. Dhe motua e këtij shekullit është jeto dhe të jetojmë. Dhe tani në lidhje me energjinë pak, sepse unë kam dhënë videon e parë se si ndikon energjia e demit, por ajo që kërkohet është e para jini bëni një kujdes në lidhje me parat, në lidhje me pronat tuaja, pra jini të vëmendshëm, mundeni pra të çfarë kërkoni të arrini dhe si doni të arrini. Pra atë që ju keni dëshira e tjera, gjithsesi mundoni të kurseni nga pak në qëllim që ta keni këtë për raste kur është e nevojshme. Gjithsesi ne jemi minimalisht, ne jemi të kënaqur me atë që kemi, por përsëri ju duhet që të bëni, pra të jeni të kujdesshëm me shpenzimet tuaja, pra dhe nëse keni aftësi për t'i rritur këto të ardhura, ata me biznesin tuaj, a me punë të re për të cilën ka të ardhura më të larta, ju janë hapur dyert, pra është koha që të bëni një plan, pra në qetësinë tuaj për atë se çfarë është e vlefshme për ju. Tjetër kërkon që të jeni të lidheni me veten tuaj dhe të doni veten tuaj dhe mbi të gjitha të vlerësoni veten tuaj dhe për atë çfarë ju mund t'i jepni pra në këtë botë, çfarë mund të bëni në këtë botë. Bëni një listë, kush është vlera juaj, kush është vlera juaj, a ke 1, a ke 2, a ke 3, ju e dini se jeni unik dhe në këtë rast, duke e lexuar çfarë jeni pra ti që ke vlerë, a je duke ndërmarrë diçka, sepse në fund të fundit këtu jetojmë, pra nëse ti e ndjen që ke diçka, është zemra të re që do të bësh, fillo hap pas hapi, pra pa nga pak, ju nuk jemi një vetëm, ju ndihmojeni, por jepini, pra duheni veten, jepini vetes vazhdim, sepse shpirti kërkon rritje, kërkon zhvillim. Pra kjo është duke i dhënë përgjigje se çfarë ju keni vlerë, ju do të gjeni dhe ta filloni ta vazhdoni atë. Pra për atë që ju keni vlerë, hap pas hapi, ajo që bëni sot, do ju çojë nesër. Për atë që ju ndjeni se jeni të vlefshëm dhe jeni unik. Tjetër, bëni paqësor. Është e vërtetë që në këtë kohë ju mund të ndjeni që keni nevojë të çlodheni, pra të qetësi, sigurisht jepjani trupit, pra jepini këtë sepse dhe demi është i durueshëm, por edhe pse demi është shpesh, pra merr një vendim të shpejt, pra është sulmues, ju e dini, sulmues përsëri demi është lidhet pra se është koha e pranverës, është në tokë, pra në fush, rri me kokullur dhe me rrezet e diellit.
Pra në këtë rast kjo energji e demit ju fton ju që të bëni pyetje vetes se çfarë ju mund të bëni, çfarë mund të bëni për diçka më të mirë për jetën tuaj. Çfarë ju mund të arrini, pra çfarë mënyre mund të ndiqni që të arrini në rehatin e jetës tuaj. Pra bëjni këto pyetje, pra e kërkon në mënyrë që të jeni pra paqësor, por ndërkohë dhe sensual, duke përdorur shqisat tuaja, sepse ju janë rritur shqisat tuaj, ju jeni me një nivel me intuit të lartë, pra në lidhje me nuhatjen, duke i dhënë trupit tuaj një ushqim të mirë, duke dalë, duke u lidhur me natyrën, duke parë gjithçka çfarë shihni, çfarë bëni, po kështu në lidhje me trupin fizik, pra jo vetëm me natyrë, por edhe me lëvizje tjetër, të gjitha përdorini, të gjitha shqisat, pra 6 shqisat, 5 janë shikimi, dëgjimi, nuhatja, shihimi, prekja, ju ndihmojnë ju, por ndërkohë edhe ndjenja ju ndihmon akoma më shumë për të marrë vendimin e dur. Po kështu kjo ju fton që të ekzaminoni karakterin tuaj. Pra a jeni kokfort, është një herë në vit dhe demi është kokfort, demi është dembel, pra gjithsesi, por është dhe sulmues, por kujdes, në këtë rast vini re, a jeni pra kokfort, a jeni dembel, pra e kërkon këtë, pyeteni vete, apo jeni paqësor, sepse keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe jeni në paqe, në lidhur me shpirtin tuaj, pra ndjeni që jeni në paqe, jetë pa stres e tjera. Dhe e fundi që jo kërkon kjo energji, ka të bëjmë atë që të jeni këmbgulës, që do të thotë që edhe pse demi është kokfort, edhe pse demi është dembel, kjo energji e demit, duke qenë se është toksore, pse është toksore, po është edhe qëndrueshme dhe shpesh si një shenjtor, pra të që ju ndoshta keni bërë një punë dhe për shembull keni arritur nga ana personale, kuptoni se ku jeni, kush ishit, kush jeni, edhe nga ana profesionale se kush ju do të bëni, varet që të gjithë jeni unik, ka të bëjë me atë që kjo ju ndihmon ju me qëllim që për atë që ju pra në rritjen tuaj ta ndiqni hap pas hapi, duke ndjekur shtërrimet e shpirtit, duke hapur zemrën tuaj, duke qenë të qëndrueshëm, duke qenë të besueshëm, dhe sigurisht këmbgulës për atë që ju ndjeni dhe zemra juaj të djeg ta bëni, ju ta ndiqni hap pas hapi, sepse ajo që bëni sot do ju çojë nesër, dhe kjo është që ne nuk shqetësohemi, sepse ne kemi arritur të kaluarën, ne kemi lënë atje ku ishte, nuk mund ta shkatrojmë. Jeta që kaloi Diana është ashtu si është, edhe pse jam nga një marrëdhënie e dështuar, pra divorcuar prej 30 vjetësh, përsëri e kam bekuar atë marrëdhënie se nga ajo mësova shumë gjëra për të cilën jam sot para jush, dhe mbi të gjitha mësova të dua veten, dhe kjo është një bekim, është një mrekulli. Kur dua veten, dua gjithçka, sepse dashuria rinore është e gjithashme, është për çdo gjë, është për mjedisin, është për kafshët, është për njerëzit, për gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm për të cilën plot fuqia e ka krijuar me perfeksionizëm dhe na ka dhuruar dhe ne si që një njerëzore me një frekuencë të lartë për të vazhduar të rritemi, pra të zhvillohemi, dhe shpirti është i përjetshëm, shpirti është në zhvillim. Pra gjeneraca nga gjeneraca ka një zhvillim dhe tani është koha e një ndërgjegjësimi të lartë kolektiv, për të cilën ne jemi në gjendje që të arrijmë në vlerën tonë dhe këtë vlerë ne ta shprehim në botë për atë që ne kemi vlerë dhe kështu ndihmojmë njëri tjetrin, pa patur xhelozi, pa patur inat, pa parë vlerën këtë tjerët, pa kritikuar të tjerët, thjesht duke ndjerë vlerën tonë dhe duke vlerësuar vlerën tonë dhe të tjerët na vlerësojnë ne, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.